Përshëndetje të gjithë ju miq dhe dashamirë të programit Fotorefim. Ja ku po takohemi edhe sonte për të filluar një tjetër emision të radhës, i cili besoj se do t'ju pëlqej. Protagonisti i mbrëmjes së sonte është një kolos i shquar i muzikës shqiptare, i cili për dekada të tëra arriti të kultivojë muzikën e mirëfillt shqipe. Do të përpiqemi që të kalojmë në gjenerata të ndryshme, duke u munduar që përmes fotove të cilat i kemi zgjedhur dhe asaj që do të rikujton në mysafiri ynë, të sjellë momente interesante në ambientet e juaja. Kam kënaqësinë sonte të prezantoj të ftuarin e Fotorefimit, zotin Ismet Peja. Mirëmbrëma dhe mirëseardhët. Mirëmbrëma dhe mirëserdhje. Shfrytëzoj rastin që në fillim që uroj TV Syrit, me që sa do informova nga zotëria Enver Mullici që TV Syri pas ka kaluar çastet e Gjakovës e të Kosovës, po shqoka edhe në Europë, Amerikë dhe në Zelandën e Re. Kështu që shfrytëzoj rastin që uroj juve, a nëpërmes jush edhe gjithë diasporës suksese dhe urime. Faleminderit. Bata Ismet, vërtet ndihem mirë që je sonte me mua dhe me shikuesit tanë. Të kalojmë në për epoka të ndryshme, me siguri janë kujtimet ato të cilat do të na përcjellin duke evokuar dhe duke rikujtuar se çfarë ka kaluar jeta juaj e gjithsesi edhe gjenerata juaj. Do ta fillojmë këtë emision të sonte jo rastësisht me femrinë tuaj të hershme, me lagjen ku shokët tuaj kanë jetuar bashkë me ju. Ndjek kënaqësi të madhe që sonte do të kemi rastin që të flasim ato çka kemi folur deri tani, të tregojmë ato çka kemi treguar deri tani, edhe për shkak nuk na kanë njohur deri tani publiku i gjerë gjakovar, kosovar, gjithë shqiptar. Kështu që ndjek kënaqësi të madhe që spari të them atë të fëmijës që përmendet. Kam lind në Mahallën e Mulla Jusufit. Prej familjes time, babait Musa Fejez dhe nana Gjevrie, 3 vllazën dhe një motër. U rrita edhe linda u rrita në atë Mahallë të Mulla Jusufit, e cila për mua është një ndër mahallat më të çmuara të qytetit Gjakovës. Me që do të argumentoj me fakte, prej asaj mahalle kanë dalë disa figura të rrëquara të gjitha profileve, qoftë të muzikës, qoftë të artit, qoftë të shkencës, qoftë politikës, edhe të gazetarisë, edhe të sportit. Duhet nisem edhe t'ju tregoj opinionin të gjerë të Gjakovës dhe të Kosovës, dhe gjithandej kanë njën të në ndjekur se do të përmeni 2 emna të shkrimtarëve të ndjerin Anton Qeta dhe shkrimtarin ton të njohur Ali Podrimja, i cili është gjallë. 2 figura që kanë lënë gjurmë në letërsinë shqiptare. Të vazhdojmë me disa profile tjera. Familjet muzikore, dihet, familja Peja e ka kultivu edhe ka rujt me fanatizëm melosën e bukur popullor shqiptar dhe ka interpretu me mjeshtri të rrallë prej babës edhe ne vllazërve. Mandej në atë mahallë lindi edhe një bashkëpunëtor i ngushtë i të ndjerit Çamilit vogël, një këngëtar Ukçurrani ndjer, mandej në Esat Bicuri ndjer, edhe ajo është prej Mahallës Mulla Jusufit. Do të shkojmë ato tje, do të flas për një epokë tjetër, por në vërtet për një segment tjetër të kësajne. Do të flas se i ndjeri Musim Mullici, akademik i shquar i artit vizatojmor, ai ka lind në Mahallën Mulla Jusufit. Gjithashtu e kemi edhe një Fatmir Krypën, një piktor të shquar, i cili edhe ka një emër jashtëzakonisht të madh. Do të shkojmë andene të rrëfej edhe pak për çështjen e futbollit. E kemi familjen Leshi, prej Sulemon Hamid dhe Aziz Leshit, të cilët kanë kultivu edhe kanë kontribu jashtëzakonisht në skuadrën e Yllit Kuq, në skuadrën e vllazënimit, e kështu me radhë. Do të përmendi edhe një shok timin të ndjerin gazetari, Murat Kursanin. Do të përmendi edhe 2 figura të cilët na kanë përpasu, flas për Mahallën e Mulla Jusufit. 2 figura, 2 personalitete, të cilët kanë udhëhequr vite me radhë me komunën e Gjakovës, me shërbimin në vërtet me sekretaratën në punën të mëshme, e këta janë 2 figura të ndjerit Asim Blyta dhe Musa Joniku. Kështu që na patëm rastin këto ditë në Pallatin e Kulturës të shoqërojmë një koncert dediku këngëve të Çamilit vogël. Edhe mrena 3 ditëve, 4 ditëve ne patëm 2 evenimente kulturore, një muzikor dhe një letrar. U bë dhe prezantimi i poetëve tonë të shquar gjakovar, të përkthyer në gjuhën suedishte, duke ju falendëruar Shef Kiosekut prap moshalimimi edhe njëri që ka lind edhe kushijimi,
të falendru Shefkut, shqiptarë Orsegit dhe frashë Orsegit djemë Shefkut, e bon edhe kanë kontribu jashtëzakonisht për afirmimin e kulturës shqiptare në Suedi. Kështu që pata rastin të nifëm edhe me një albanolog suedes që ka studiuar albanologjin, me zotin Olaf, me cilin jam taku edhe në Suedi. Të flasim edhe për disa instrumentist, Rasim Sanën, Hydoa Edinin, kështu që Mualla e Mulla Jusufit, për postën e figurave, ka dhonë edhe figura fetare, Hafiz Idris Hoxha, Hasan Efendi Dashi, mandej ne kemi Zanun Efendi Qurdinën, kështu që Mualla e Mulla Jusufit, komplet, nifet për një zhvillim të gjitha profileve, për të gjitha në qoftë art, shkencë, muzikë, futbol edhe në politikë. Na bët një elaborim shumë të këndshëm, sa që në një moment u ndjeva edhe unë mirë. Si zakonisht këtë emision e ilustrojmë ko pas kohë edhe me foto, sepse janë ato të cilat na kthejnë në retrospektiv, prandaj kërkojmë nga regjia dhe foton e parë. Me knasi. Të shohim se... Këtu jam atje shef dorën ko kom qitën bel, jam me një grup rinor që jemi konë të pandashëm, me gjithë se na mungon edhe një, Indjeri Murat Korsoni. I pari është Indjeri i cili edhe u masakruan nga forcat serbe slave, doktor Izet Hima. Afër doktor Izet Himës është një architekt i shquar, Recep Vula Gjegja, i cili jeton në Prishtinë. Gjevat Joniku, i cili ka qenë jurist në Radio Prishtinën e hershme, edhe jeton në Prishtinë, jo muna atje në the. Kurse poshtë e kam Enver Morinën, një ekonomist të tonë të shquar, gjithashtu i lindën madhën Mulla Jusufit, edhe një sportist, edhe një profesor Sami Pozhegun. Me këtë shoqëni, kom kalu vitet më të këndshme, më të mira, më të lumtura të jetës rinore. Çfarë kujtonin nga rinia juaj e hershme? Çfarë them nga rinia jonë e hershme, i kujtoj më shumë të lojnat në ulisën e Mulla Jusufit, në qatë mahall ku lindë edhe ti, edhe prindit tu. Ajo ka qenë për ne e gjithë aktiviteti, e gjithë rekreacioni, qoftë futbolistik, qoftë gazmor, qoftë muzikor, kështu që i kujtoj me andje të gjitha ato në përoborët e këtëne familjarëve që i përmende. Kalojmë të një foto tjetër, Baca Ismet, shofim. Këtu jemi klasa e parë e maturantave të Gjakovës, me profesor Ramiz Hoxhën kujdestar. I shef disa figura të njohura për tash të thamë në jemi këtu 3, po në mesin e këtëne janë ata që i përmenda. Janë doktor Izet Hima, është Fatmir Zvanolli, i shquar një ekonomist jashtëzakonisht i fortë, Skënder Stuvlla gjithashtu ekonomist, i kemi Bashkim Kronicën, Hamës Kfuskën, Shashllakun, Enver Morinën, Fatmir Regjën në ndjerë, drejtorin e ish. Baca Ismet, si zhvilloi mësimi aso kohë? Cilat ishin raportet ai trekëndshi, si funksiononte mësimdhënës, nxënës dhe prind? Raportet tona në mes të mësimdhënësve kanë qenë nivelin më të lartë. Ne prindin e kem pas prind në shtëpi, kurse prindin e dytë e kem pas mësimdhënësin, për të cilin kemi pas jashtëzakonisht respekt të madh, edhe jo prej frikës, po vetëm prej ndjenjes prindore, prej asaj që urshen çdo nxënës ndaj arsimtarit të vet. Mandej ne i kemi edhe disa tash zonja, atër zonjusha. Në krahun tim kënene është afër Bedrije Binishi Regja, Mandushe Dula Poloshka, Sanie Delia edhe Drita Delia. Atje në mes Drita Delia është nona e këtine Erenik Dolit, edhe Shkërzën Dolit, një virtuozit tonë të njohër. E kemi Vera Kryziun, e kemi Mërvete Vullën, edhe një Shëribone Hamza, e në fund atje është Samile Kabashi Dushi, e shoqja e Haki Dushit, të cilat i kemi konsideru gjithmonë sikur se motrat tona. Këtu desha të ndalisha, pikrisht të këto zonjat të atëhershme që i përmendet. Pikrisht të këtu, po ndalim po të rëgoj një sjarëq. Cilat ishin ato raporte? Po të rëgoj një sjarëq. Asë njëna për këtë në zonjave që po shef këtu, asë njëna nuk është martu me gjeneratën e vetë. Të gjitha janë martu me disa gjenerata që janë ma të vjetra se na. Pse raportet tona kanë qenë jashtëzakonisht vllazore si vllau me motrën. Kthehemi në kohën e tashme, diçka e tillë nuk ndodh për ata dhe po ju pyes. Mos më vet për kohën e tashme, lutem, po marr me kujtimet për kalumën. Kështu që tash e shef
A do thot kjo se keni kalu vërtet një rini të këndshme, një rini të mirë? Jashtëzakonisht. Edhe po them të drejtën, jam të jetë i emocionuar kur i shoh edhe gati gjysma atyne nuk janë në mesin tonë. Kjo është një gjë e cila më bën me u emocionu, po jam krenar që i kom taku një gjenerata kësaj. Se jam gjenerata e parë e maturantave të gjimnazit Gjakovës. Atëherë gjimnazi u thirrte gjimnazi real, gjimnazi plot. Ma vonë u shëndru në gjimnazin Hajdar Dushi. Mirë po kemi qenë gjenerat e cila ka dhonë një numër të madh doktorave, ekonomista, të bujqësisë, mandene kemi pas arkitekta, mos të numërat, kështu që të gjitha profilet edhe ka qenë fati i madh të gjithë ata që kanë marru maturën në atë kohë, në 57-shin, të gjithë kanë pas poste të merituara në qeverinë e atëhershme të Kosovës edhe Gjakovës. Po, kalojmë të një foto tjetër, Baca Ismet, të shofim. Këtu si duket kemi të bëjmë me diçka tjetër. Kjo kemi të bëjmë me zanafilën edhe me lindjen e shoqërisë muzikore Hajdar Dushi. Kjo është një koncert që kemi marrë me shoqërinë Ganimetet Tërbeshi ku komponu në fshatën Brëkoc. Po. Në atë kohë, unë u largova prej Prishtinës, me që isha i punësuar si solist i rregullt, dhe më dëshirë erdha në vendindjen time me kontribu për Gjakovën, me që e disha se kemi talenta shumë. Edhe erdha pikërisht në Gjakovë, ku Ministri i Kulturës atëhershme ishte Indjeri Ismet Sana Musa. Kur erdha këtu më morën në zyrën thirrje dhe më tha, Ismet, apo ke dëshirë në shkollën Marzung Puska, ku kemi afër shtëpisë, apo do në shkollën në Mindoraku, Al Mustafa Baki, apo në mundësi zgjedhje. Tash Zakaria Rexha që thirret, atë ishte bojë laktyre. Unë për habite të Ndjerit Ismet Sana Musa se tham jo, unë do të shkoj në fshatin Brëkoc. Si më në Brëkoc? Brëkoc e dini, 3 kilometra larg. Thash do të shkoj në Brëkoc se atje kom pa me një dashëm të Ndjerit Remzi Pula kur u martu, më muzikë ishim Aslan Kryzju, ishte Gjavit Lota, ishte me gitar, Bazim Dilataj Ndjeri, Ramiz Malazogi, edhe kur e pash tonat grumbull të artistave, thash edhe unë do të shkoj të bashkallgjitem. Edhe shkova pikërisht në shkollën 8 vjeçare, Zef Toshmarki, ku kom kalu kohën më të mirë të rinjësime me shumë arsimtar, me shumë mësues, duke filluar nga zotni Ali Hoxha, Mazdom Soba, Ismet Boshnjaku, Avni Zherka, Indjeri Remzi Pula, Aslan Kryzju, Skënder Meqa, Çamir Zvanolli. Po. E me rakë, shtut në që mos t'i lodhi ma tepër, po kom obligim me i përmend se e di se kur i përmendin këta njerëz, ata që janë gjallë me siguri kanë më thonë bravo se nuk po na harron kurrë. E këtu kemi dhënë koncertin e parë me datën 10 tetor të vitit 1960. Me shoqërinë Ganimetet Tërbeshi që e formu mu në shkollën të vjeçare Zef Toshmarku. Edhe ishte iniciativa e asane që në atë kohë në Gjakovë funksionon të shoqëria Mindoraku. Mirë po ishin dy, edhe drama edhe muzikor. Mirë po në muzikë ishin vetëm 2 figura. Të Ndjerit ishin Mazdom Mezini edhe Bardoshudi, 2 të Ndjerë. Ata në sallën e moshme të Pallatit Kulturës, atëherë ku është edhe tashti, kjo ndërtesa jonë e re, e kishin një studio, si më thonë, një zmadhuse, zëdhënse, ku nuk i menin mend shumë të ri, po ata që janë në moshën time kanë më thonë bravo. Në Gjakovë, në atë kohë kanë qenë autoparlantat të vumë në për këto banderat e telefonike. Po. Çdo mahall e ka pas ka një autoparlant. Edhe nëpërmes të asaj zëdhënses, që funksiononte edhe punonte Bardoshudi Indjeri, ai ishte teknikë e asaj, unë joftoshin njerëz për të arritur atë qytetit, për darsma, edhe për gëzime, edhe për hidhrime, edhe për vdekjen që lajmërshin ka vdekje. Një rast të më kujtohet ka qenë markant, unë e kom këndu aty edhe kënësha këngën vlla motër Tërbeshit. Kur nona e tyne Ndjera ka qenë duke kalu rrugës, kur kanë dëgju këtë nëpërmes të autoparlantit, i ka ratë fikt. Në atë kohë, Ndjera i Çamir Zënuni, kryetar i komunës Gjakovës, më pa thirrë dhe më tha, Ismet, mo të lutëm, mos e këndo atë këngë, se kështu ku ka ndodhur rasti. Tash nuk kom ditë edhe do më thonë kom qeni pa pashmë në atë kohë, nuk kom ditë. Kështu që të gjitha ato e mandene, erdhe puna që me që ishin vetëm ata 2, kur e panë faktorët politiko-shoqënor të Gjakovës, se shoqëria Ganimetet Tërbeshi e Brëkocit
ka talenta, ka një brum jashtëzakonisht të mirë të artistave, të këngëtarëve, të instrumentalistëve, erdhën të vendimi edhe me datën 15 nëntor të vitit 1960 në tubimin që është të mbajt për në atë shkollën në shtëpinë e kulturës së vjetër, i ndjeri Musa Rexhepi, së bashku me kryetarin Esat Hoxha, me Besim Bokshin, me të ndjerin Asif Binishin, me të ndjerin Skënder Gjarrën, Zia Lyten, me të ndjerin Gjafer Morinin, këta ishin kuadrat që ishin njerëz që dëshin artin. Edhe u të bunë e bon një mbledhje, edhe bon fuzionimin e Emin Durakut me Ganimet Tërbeshin, dhe prej 15 të nëndor të vitit 1960 e murë emrin Hajdardushi. Si ka funksionu në atë kohë? Më thonë të drejtën që ka funksionu Hajdardushi në atë kohë, me çfarë peripetina. Të mos pas vegla ashtu, po doshin njerëz të kishin instrumentet private. Ti kujtojmë ato momentet më të mira. Momentet më të mira kanë qenë për ne kur e kemi dhënë koncertin e parë në Rogov të Hasit, kur kemi dhënë koncertin e parë në Unik, edhe koncertin i parë kur është dhënë po në këtë sallën e sindikatës atër, në Mall të Hadumit është, barëm sot ka me si gërmadha ja kërkushme. Po, kuptohet. Për shtypjet tona, tashti shkojmë edhe me një foto që të regon bëhat mramje kur kemi qenë. Atër kalojmë të foto tjetër, gjithsesi? Kjo është ajo, kur ka këndu Ismet Peja, së bashku me orkestrën e Ganimet të Tërbeshit. Asan Kryziu, Gjavit Kjota, Skënder Meqa, Rasim Cana, Anejnë është Ramiz Malazogu, Hydo Ajdinit të Përmena, edhe është e gjithë trupa e shkollës të vjeqare, Zeftu Shmarku. Kam emocione. Po jo, vetëm vazhdoni. Edhe janë i patëm inkuadru edhe arsimtarët, edhe arsimtarët. Është Nakia Blyta, Kryeziu, Gjyrsha Regja, Kusari, Zërafete Ndjerë, Zërafete Meta, Zërafete Purini Meta, kështu që janë edhe disa vajza, Gita Shkreli, Antoneta Shkreli, të komunitetit katolik. Me që komuniteti katolik ka qenë shumë afër Brekocit. Po, kuptohet. Edhe ky ka qenë koncerti jonë, i cili kalon gjurmë, edhe prej këtuit, Hajdardushi mo nuk e ka nalë aktivitetin e vetë deri në vitin 90-91, kur fillun veç. Po, kur kemi parasysh faktin se çfarë muzike është kultivuar në qytetin ton, atë dëshmon edhe koha dhe periudha të ndryshme, siç e përmendet edhe ju, që janë edukuar dhe kanë lindur shumë këngëtar që kanë kultivuar muzikë të mërfillt. Po më intereson këtu tek krijimi i shoqërisë Hajdardushi. Kishte adhurues të artit, kishte adhurues të cilët e pëlqenin këtë muzikë, kultivonin. Mirë, po si u pritet nga qytetarët e atëhershëm? Nga qytetarët e atëhershëm, më të thonë të drejtën, na kemi pas vetëm nga shkrirja i të dyjave dhe krijimi një me solista, me nam, Mazdomizini Ndjeri, isha unë, mandej ma vonë erdhi Njazi Nikoliçi, në bashkan gjithë Çamili vogël. A do të thotë kjo se fillua t'ja arritni namin qytetit Gjakovës? Jo t'ja arritim namin qytetit Gjakovës, po ja arritim namin edhe Kosovës, se na dolën edhe jashtë Soazave të kosovare. Shkuam edhe në shtete tjera, ku dham koncerte, tash do të shohim ato foto. Mirë po, e jona ka qenë që qyteti Gjakovës na përkrahi, na rriti, na ngriti, edhe ende ju falenderoj shumë gjakovarëve, të cilët na kanë përkrah edhe na mojnë ende në skenën e hapur të muzikës. A kishit vështirësi në ato kohë të inkuadronit vajzën? Kjo ka qenë interesant, me që populli kishte fitu qasi bindje tek ne, që ai fanatizmi i jonë gjakovar, kosovar, u zhduk më njëherë. Kur e panë se shoqënia muzikore në rrethin e vetë, i shef arsimtarët e shkollës, do më thonë ishën ata pedagogët, kur e panë populli se në mesën e tyne janë pedagogët të njohur, atër nuk ishte problem ne me mbledh këto vajza të reja. Edhe ishte sukses i madh njoni që në shkollën Brekocit, unë së bashku me Aslan Kryziun, të ndjerin Nazim Dilataun, me Skënder Meqen, Gjavit Lotën, Çamil Rizvanolin, Ramiz Malazogin, e shumë njerëz këto që po shef, ne arritëm me marrë vendin e parë në festivalin regional, në vërtet Gjakovar, për valle popullore, me grupin e valleve pikrisht të ansamblit e atëhershëm Ganimet Tërbeshi. E ishin pikrisht vajza fshatare, që me mbledh 15 vajza fshatare në atë kohë, edhe me prunë Gjakov, me i ekspozu para publikut,
e mande edhe shka ka qenë dhe ma madhe, e fitu në vendin e parë dhe u do të më shku në festivalin krahinor që u mante në Prizren. Me gjitha ato vajza, pa pas kur farë pëngjesën nga ana prindërve të tëne, pse kishin bindjen të ne se ishin prindit të tëne, ishin nxënësat tona, kohës të vjeçare. Po. Edhe arritëm sukseset të mëdha shumë. Të Ismet, kërkojmë një foto tjetër, Vazhdojmë. qofim se në çfarë periudhe do të na shpije. Këtu, në këtë foto është 500 vjetore i lindjes së Skënderbeut në muajin maj të vitit 1960. Isha 68, më falë. Isha kryetar shoqënia e Dardushit, edhe majtëm një koncert në stadiumin Shaninushi. Në atë kohë, stadiumi Shaninushi ishte i vogël për me i pranu 3.000-4.000 qytetarë të Gjakovës edhe të Kosovës, me ardhë me ndëgju koncertin e gjallë të shoqënisë muzikore Hajdardushi. Këtu në këtë foto jam sekretar në postën e kryetarit të shoqënisë muzikore, duke ja dorëzu akademik profesor doktor Besim Bokshit, duke ja dorëzuar një pjesë të bardhë, një shenjë të kombit tonë. Në këtë fotografi. Po të nëcut që prania qytetarëve gjithmonë ka qenë e madhe, gjithmonë ju kanë përcjellur me kurreshtje se çfarë po kultivoni. Cilat janë ato përshtypjet e juaja? Ju falenderut në një farë forme qytetarëve të Gjakovës, mirë po, andanin nga jeta juaj dhe miqve tuaj ndonjë moment interesant të spektatorëve. Ndaj shumë momente. Gjithsesi të gjakovarëve kam fjalën. Ndaj shumë momente. Po të evokojmë diçka. Ato që i evokoj edhe i kujtoj ma me andje janë lavdatat që i kom marrë prej një grupit të artistave edhe të këngëtarëve të moshave më të vjetra se na. Duke nisur nga baba im i ndjer, nga Ymëriza i ndjeri, nga Homskaçi i ndjer, nga Alim Haraçia i ndjer, të cilët na përgëzonin edhe na thonin bravo, mos e nalni, se po na vjen mirë që po kultivoni edhe po vazhdoni traditën tonë gjakovare, qytetare në kultivimin e melosit të bukur popullor shqiptar. Kjo ka qenë për ne një satisfaksion që na kanë pranuar një gjenerat më vjetër se ne. Plus gjenerata tjera, të cilat kudo që kemi shku me duar trokitje frenetike, edhe ka qenë një rast markant, kur bom një inqizim në Radio Prishtinën atërshme Hajdardushi, edhe në Keneman Hysni Zajmi punon të indjeri në Sejfarizi, që është të filmin. Aje kështë të gjiruat emisionin që këshëm gjiru në Radio Prishtinën atërshme, edhe për që di në mramje, në Korzë, se atër ka qenë Gjakova e njoftën për Korzë. Shkoheja, shëtë të pate. Aj e ka shu me autoparlant, me ndëgju krejt Gjakova, muzikën e Hajdardushit, të këndueshme të peja, Njazi Nikoliçi, Mazdo Mizini, e shumë këngëtare. Edhe me një moment, jënë shtangu njështë në Korzë, ku e ka shu Radio Tiranën. Tu më numë se Radio Tirana po këndon. Edhe, po të thëmë të drejtën, isha në mesin e njerëzve, fillova me qesh. Ishin do figura politike, kështu ajaja nishën në mes veti të konsultu, u afrova afar dhe me të ndjerin profesor që kom pasë dhe e kom da shumë, Ibrahim Zhekën, ishte në shetitur, me të ndjerin Asif Vinishi, me Aki Dushin, dhe afrova thash, mos e ngoroni, thash mos e këshoni këta politika shka i kapi Valavama, ta shtojnë kanë këta Hajdardushit që kemi gjiru në Prishtinë. Pa, ta na keni habitë dhe neve. Më rejmen, në gjyra e muzikës e instrumentalistave të Hajdardushit nuk ka mujtë më udallu prej asaj të Radio Shkodrës dhe Radio Tiranës. Vërtet një sukses shumë i madh. Çfarë emocioni është, çfarë kemi qenë në atë kohë. I përmendet ato shëtitorët në për qytetin e Gjakovës. Unë me njerë kujtoj të tanishmen kur si të bëhet ora 22, qyteti është i zbrazur. A kujtoni pak ato shëtitorët e juaja bashkë me shokët. Cila ishte arsyeja që shëtitën një aso kohë? Ajo shëtitja jonë, ajo ka qenë pa djallëzuar. Ajo shëtitja jonë ka qenë thjesht gjatë barë me i kalu disa orë me u largu për mësimit, që u dushë me ishëm dhe të rumë më mësu. Barë më mramje, me dalë dhe më shëtita dhe më panë me zveti. Mirë po, shka eshte ajo që ne ishëm vetëm gjinia mashkollore, jo gjinia. Pas ka qenë e dështuar. Bata Ismet, sikur se shumë gjakovar tjere dhe ju keni pasur dëshirën studioni jashtë Kosovës. Keni filluar studimet në Sarajev, mësë s'ka bëj.
Na flisni pak si jeni pritur atje. Ne e dim se shumë gjakovarë veprojnë dhe punojnë edhe sot, por edhe dikur atje në Sarajevo. Na flisni pak për atë periudhë. Në vitin 1957 e marrova maturën, edhe vitin e bona një pauz, 58-ën, unë me të ndjerin Murat Korsonin, shokun tim të fëminish edhe bukur të jetës, vazhdum në Sarajevo, ju bashkan gjetëm një grupit ton gjakovar, se atër në Sarajevo kishte shumë gjakovar studenta, shkum me studiu juridikun. Mirë, po për fat keq, ne gjakovar gjuhën slave, as se dëshim, as se mësëshim, as nuk e dishim fare, nuk dishim e lyp buk. Edhe ne më hinë, edhe kër i pam ato libra 400 faqe që duhet me fal një shoku tim të ngushtë, një miku tim, i cili nëse e përcjell këtë emision, duhet ta përshëndes nëpërmes të TV-syrit Akil Koçin, që kom edhe kompozitor, edhe mik, edhe jaran. Ismet tha, ndëgjo Akil Koçin, më që po merr për Radio Prishtina me jepte stipendin. Tha më që e të marrë, hajde kalon në Akademinë e Muzikës në Sodë Këndim, shkollimin e zanit. Me thonë të drejtën, ja pash herën, fillova me shkollu zanin në Sarajevo. Në atë kohë, në Sarajevo, une i kom taku për mi 40 familje gjakovare. Që këshin migru, prej vitit 56, kër ishte koha Rankovisht atëhere, to fillu prej familjes Jusuf Tlaki, që kom shumë respekt ndaj asaj familje, se kom qenë së në shpiteme, familja Gola, familja Rëmiz Lushës, kanë qenë Ajanelat, kanë shumë familje gjakovare, e shumica prej tyne janë marrë me zeje të ndryshme. Jo këpustar, jo Robaqevsa, jo kështu në të gjithë mirë, po gjakovar. Edhe nisha vetëm si më konë midis të Gjakovës. Për fat të mirë, u shpall konkursi në Radio Sarajevo në 58-ën, edhe unë me Safet Isovicin konkurum në Radio Sarajevo. Më pranum, më që ne e kishim ka një honorar nëse pranohem. Në mesin e së dy këngëtarëve, por veç unë isha shqiptar. Ishin të komësive të ndryshme, fitum unë e Safet Isovici. Dijet çfarë ofendime na bon ata të tjerë, po ne si vetëm shënveshin. Edhe pata fatin që përmes të Radio Sarajevës të marr pjesë me një gjeneratë të njohur të aty artistave që duhet t'i përmendni, pavarësisht për asane Zajmi Mamovicin, Zera Deovicin, cilët punonin, po. Safet Isovicin, kështu të kom shëtit bukur në për të qytete, Mostar, Banja Luk, edhe Zëniq, Kran, kështu edhe në për Bosne, edhe kom kalu një jetë jashtëzakonisht për deri sa nuk më ndodhi një smundje. Uftofa shumë keq prej veshkës, edhe baba im kur pa se isha shtrinju në spital atje një kohë, erdhe në mori edhe tha mo harroje që ti je djalë Gërbetit, ti keme qenë Gjakov. Mirë po fati me deshti që ty u ka falenderu të ndjerit Regjaj Surojit, Skënder Gjinarit ndjerë, edhe Petrit Dushit, të cilin para një muaj kom taku se është ende gjallë, redaktori muzikës, ata erdhen edhe se pa ta fillu me rarën depresion në Gjakov, erdhen e morën edhe unë prej 59 që den vitin 60, komponu si solist i rregullt, mas që u ktheva prej Sarajevës në Radio Prishtinën e atëhershme. Kërkojmë një foto tjetër. Këtu jemi për në atë koncertin në vitin 1968 me zonë Njushën atëherë, e tash zonën Gonxha Qaushi, e cila ishte një ndër këngëtarët e para edhe një ndër këngëtarët shumë të mira, që së bashku me Hasbie Dalltagën Meçën, me Mandushe Muazhirin, Mandushe Abazagën, me Serveze Kfuskën, me Bahrije Shytin, që ka qenë një këngëtare Shyti tash mbi emrin Kaçi, ka qenë një këngëtare tamam e profilit të Hafsa Zuberi. Mandene ka qenë Fatbardha Arllati, këngëtarët e para që kanë qenë Ajdadush, mandene duhet përmeni edhe Sadete Kupën. Kështu që ne në gjatë të teshën e patëm një grup të këngëtarëve të zgjedhura të gjitha gjakovare. Bacaj Smet, kur jemi të Ajdardushi, na fol pak për shëtitjet e Ajdardushit në për treva të ndryshme, të Kosovës, por edhe larg Kosovës, në shtetet tjera. Na fol pak për përshtypjet që keni fituar atje, cila ishte ajo eksperienca që e fitonit nga i mes? Ajdardushi, sikur pa qujtë ndjeri Fadil Hoxha, Baca Fadil, që kam respekt ndaj tij edhe pse është i vdekur, se ka qenë njëri i madh, është edhe ka më mbet njëri i madh për gjitha gjeneratat. Në paton në një mbledhje në Breone, tha Ajdardushi është plenumi i Breoneve i dytë. Merr mend çfarë krahasimi.
dietën plenumin e brejoneve dytë që çfarë mund. Tha Hajdar Dushi për ka ana e muzikës është plenumi i dytë i brejoneve. Kjo do më thonë, me këngët e Hajdar Dushit, kemi shëtit në për gjitha trevat e Kosovës, në 36 qendra më të lanëna, që s'kishin pas rast kur të ndëgjojnë këngë shqipe, e në morë njerëz gjallë aty, e unë i evokoj do kujtime jashtëzakonisht të mira në përdo qendra këtu në Kosovë, po atëherë Hajdar Dushi mori namin edhe në viset tjera të banuara me shqiptarë, si në Republikën e Maqedonisë, në Malin e Zi, Prashev, Bujanos, Tërnovç edhe në Medvegje. E kam një kujtim që maj e në men për të njetën. Në vitin 1968 në Prashev, Hajdar Dushi jep koncertin në sallën e Kinemas. Për herë të parë, mu vjen edhe ma vjen një tubë me lule, e kishim të ndjerin Sani Hoxhën, kryetar të shoqërisë. Edhe i thom, kryetar, jo, i smet dile merre ti merre. Edhe mbi një tubë me lule, edhe për herë të parë të përshtjedhur në flamurin Kuqezi. Ajo e njetë mbresa ime prej gjitha atyne, që kom shumë, se më ndajt një këtu, me muj, po ajo nuk më shlyhet kur prej kujtesës, për herë të parë e morëm edhe në atë koncert, më besoni çfarë euforie ka qenë mesin e publikut, mesin spektatorëve. Jënë gjujt setat, jënë gjujt me këmisha, me krejt, njerëz ishin në delirium ishin, se për herë të parë po nini shoqëni muzikore shqiptare. Edhe Hajdar Dushi prej asaj kohe që ka nalë deri në vitet 99. Mirë po, periudat kanë qenë të ndryshme, përmendet edhe më herët kohën e Rankoviqit, a kanë ndiku këto diçka në aktivitetet e juaja, tu pas parasysh situata që kanë ndryshu në për epoka? Për fat të madh, na gjithmonë kemi pas njerëz tonë të mëdhej, sikur se të kësova Basën Fadel Hoxhën, duhet ta theksoj Veli Devën, i cili është gjallë, duhet ta theksoj të ndjerin Mahmud Bakallin, po mos ta harrojmë edhe Sevedin Batallin edhe Sevedin Bakallin, e kishim ne paravanet mas ku e kishim mbështetjen, se për ndryshe neve edhe vetë habitem, edhe shumica e antarëve që janë tash këtu, se disa kanë kaluar jetën e gjatë, disa kanë dalë në diasporë, po e kam më të ngushtin si vllaun timin Masarpen. Shpesh kur i mendojmë ne në Pallatin e Kulturës që dalim mëngjes e pijmë kafe, ku qysh kemi mujtë me marrua Hajdar Dushi, fati madh që kanë shpëtuar. Na kanë pas në sy, therrë në sy. Mirë po, falë këtyne figurave, ne kemi shpëtu pa i therrën kom. A vazhdimisht kemi pas cenzurën e teksteve, kur kemi paraqitur koncertet. Jemi detyru ka disa fjalë me shqiponin me ndryshu. Si do që tjetë keni arritur të asjellni atë. Kështu që jashtëzakonisht kemi pasur. Mirë. Qyteti i Gjakovës është identifikuar shumë edhe me mënyrën e organizimit të dasmave dhe të vdekjeve. Gjithmonë për qytetin tonë është folur fjalë të mira në këtë drejtim. Do të ndalemi tek dasmat. Të mos flasim për ditën e sotme se veç e dim se si po bën. Na fol diçka për dasmat gjakovare atko, kur ju e keni trashëguar domethënë kulturën prej fëmirisë, prej prindërve, brez pas brezi keni pasur mundësi të shihni, bile edhe të jeni mysafir në dasëm. Na fol pak për dasmat gjakovare. Në ato kohëna janë organizuar prej njerëzve që kanë pas normal ata dasmor që kanë pas ja martesja sunneti jadni. Kuptohet. Mirë, për në atë kohë janë organizuar dasmat nëpër oborre. Ajo ka pas një freski krejt tjetër, në krahasim me këto që organizohen nëpër restorane me ka 3-4 vet. Atëherë ka qenë mirë se edhe ata që nuk kanë qenë të ftuar në dasëm, kanë pas fatin se shumë njerëz me përcjell. Me mbjemrin përmend, me përcjell se kanë ardhur si të vdilet në atë kohë, të vdilet të shkuara. Na fol pak për ato gratë mbuluara që vinin ju shihni juve. Dikush të mlume, dikush thotë ne kemi pasur ne për petit tona shumë për atë ne dasha më mirë, po kemi kalu aq bukur sa që çdo kun edhe duhet ta thashë se deri në vitin 1969-70 shoqëria muzikore Hajdar Dushi nuk ka shku në dasma me u pagu materialisht.
kemi bo dasma solidare. Nuk kemi qenë të mvarën prej pareve prej ati lekut të dasmës, se të gjithë kemi qenë punësum. Nëse 2-3 një ka qenë se cili i punësum. Kështu që ne kemi majtë atë vullnetarisht, edhe shumë dasma kemi bo në mënyrë vullnetare. Na kujto pak diferencën mes asaj kohë dhe kësaj sot që kanë sjellur ato dasma. Me ta tërgu diferencën mes asaj kohë dhe kësaj kohë, Hysë Homzën një Gecan, të cilin e du shumë, ka 83 vjetë, para një kohë më patë shajtë, më shajtë edhe në onën. Tha të ke mujtë, tha në atë kohë, tha vishë në bërë shëkrejt dasma të madhës gesës pa pare. Tha më fa fillu, tha ti me marë pare në atë kohë, tha qëta shë kështë pas krejtat madhën, shak i bosh vinë aty, kështë pas madhën tone. I kom tonë, nuk lakmoj fare, jam krenar, për atë e shakon bo, se kam një familje të shëndosh, me bashkëshortën ti me Barien, e kam një familje të shëndosh me 3 fëmijë, me Virgjinën, me Vegimin dhe Visarin, dhe me Nipin e me 3 mesa tjera, që së shpejti e preshim edhe të 4-ën, kështu që jem krenar që Ismet Peja ka kontribu shumë ka kontribu në këtë aspekt, edhe pa kur farë shpërblimi material. Vonë kemi fillu me jetu prej kur erdhë koha tash muzika u bu biznes. Ndryshun kora. Para nuk ka qenë muzika biznes, ka qenë hobi ka qenë. Ne më nëzi kemi prit më shku në përdashma, më nëzi kemi prit më shku në koncerte, më nëzi kemi prit më shku në turneja të ndryshme, pse ishim kurioz, edhe ishim në atë formë shumë normal që ai vullneti jonë, edhe shoqënia ka qenë shumë e respektueshme, nuk ka qenë shoqëni interesi, sikur që është sot. Kjo dallon shumën mes asajne. Po, gjithsesi. Mënyra se si keni kënduar, se si keni arritur të krijoni simpati tek gjenerata të ndryshme aso kohë, shumë mirë e dëshmon edhe faktin që thatë kanë ardhur shumë gra dhe kanë shikuar dasmën edhe pse s'kanë qenë pjesë të asaj dasme. A keni rënë ndonjëherë prej thashëthëmeve dhe sa ndryshonin thashëthëmet e asaj kohe me periudhën e sotme? Ka, provokime kemi pas, ka dhe kam pas deri sa të jemi gjallë. Çdo artisti ka ato të vetat. Por unë kujtoj një rast që më ka palon Bres. Isha më një dashëm në atë shtëpinë e kulturës, që tash në shtëpinë në Mall Tadumit, shtëpia sindikatës. Lidhja socialiste. Edhe ishim të kënu, kur më shku në sytë ka funi i sadës, e shoh djalin tim, Visarin. E disha që nuk është të thirrë ndashëm, boni përshtypje që ka dalë në atë kohë kështu ne. Edhe unë të marrë më shku, dola, mas e marrë një parti këngë, po shkoj me vetë shka ke arë këto, ai kështë arë në një shokën e vetë aty, a e kështë thirë, po nuk ka ditë që a di unë asë di. Dola dhe po e thëmë, thash, a ke marrë leje prej mamës? Tha po, mirë. Të hy, ato të bdilet me asë, ma kanë gjitë njëna që të në kështë në fati që nuk mujta me a kap dorën, edhe me ngrej e me qitën mesin e dasmorëve. E me thonë qërni dasmorë shkam boni filonja që nuk e disha kur shëtaja. Po, vetëm ato nuk janë njohur me atjes. A lutëm, kemi pas ashe provokime, po normal. Po. Ti është artist 55-6 vjeçar, mos kesh kësaj provokime, është pa mundën, nuk mundën me i mohuat. Me gjitha dhe momentet mira. Ma jashtëzakonisht. Kalojmë të një foto tjetër. Këtu jam me të ndjerin Gjafer Nushi, ky ka qenë drejtori i shkollës në Bisazhin. Unë më një kohë masi 4 vjetë shërbeva në Brokoc, një vit shkova në ushtri, më të këthujmë për atje, isha një vit punova në shkollën në Bisazhinit, si zavend drejtori, deri me 30 të vitet 1964, kur prej këti posti si zavend drejtori në Bisazhin, u ktheva si drejtor në bibliotekën e qytetit Gjakovës. Përshtypjet për shkollën në Bisazhin nga kolegët, sepse dhe vetë punoj aty janë pjesë ati kolektivi, janë shumë të mira se si keni kontribuar në drejtim, në aspektet të ndryshme. Bile kishin momente shumë interesante me ty. Çfarë ndani ju nga i mes? Unë mund të them një gjë. Unë kam kontribuar shumë edhe këtu për përhapjen e kulturës. Dua ta potencoj edhe diçka. Nga kolektivi thuhet se gjakovarët e kanë sjellur traditën e mësimit aty dhe vazhdojnë pjesë gjenerat pas gjenerate ta përcjellin. E vërtet është. Edhe shka ka qenë kryesore kontributi im, që nuk kam leju se kanë qenë shumë të lidhur me kishën që është në shmaq atje. Edhe unë për me tërhek paka shumë nxënësit prej asaj rruge përgatitësha programe kulturore.
E shka specifike e kësajne, kur më kanë emnu me 30 qershor të vitit 1964, kur më kanë emnu drejtor të bibliotekës qytetit, janë që krejt bashkësia e Bishtrazhinit, bashkësia kryesore të ubimi aty në punëtorëve, edhe i fshatarëve, nuk kanë dashur me leju më largu prej aty. Ka thonë se njeri që na solli kulturën, njeri që na solli edhe na ka rrit tha edhe i të barë në shkollës, e ju pëtënim na hek, mirë po ishin forca qera që e për këte jam shumë falenderus për të gjitha ato shka kam kontribu edhe shka ata më kanë ndihmu në këtë aspekt. Ka qenë një gjenerat, një 18 mësuse, a kemi qenë vetëm 4 mësus. Si u gjendët në atë mes? Unë i ndjeri Gjafer Nushi, i ndjeri Enver Shasevari, ka qenë edhe Tasim Brovina. Kështu që kemi qenë 4 arsimtar, e ju në konë Shërete Malazogu ka qenë Nafije Beqa, ka qenë Farije është vështirë të na kujtohen si do që tje. Është martume, Farije Sheu, Farije Daladaku, kështu që mandejnë atë vete Malushi, e një gjenerat shumë e mirë e pedagogëve gjakovarë. Sillim një foto tjetër, kërkojmë nga regjia. Këto është një koncert i mbajtur në Pallatin e Kulturës Asim Vokshit Gjakovës me grupin e valtarëve të cilat i ushtronte edhe koreografi e tyre ishte pedagogu, muzikant, muzikologu, klarinetisti i njohur Masar Peja. E këtu jemi në një koncert jashtëzakonisht madhështor për qytetin e Gjakovës, e në mesin ton atër ishte kryetari i ndjeri e shifni Qazim Rogova. Me këtë grup. Pse ke zgjedhë këtë foto? Atë kujton diçka të veçantë apo? Em kujton se ka qenë një ndër koncertet e para përgatitjes për pjesëmarrje në Republikën e Shqipërisë. E dushim me punu shumë që mi azbar qytetit, mi azbar ftyrën, se dushim të shkojmë në Republikën e Shqipërisë, që kishin ondër këta 33. Edhe kjo ka qenë jashtëzakonisht e mirë, edhe ka qenë publiku i mahniton, sidomos edhe me koreografinë e vallave që ka bu Masar Peja. Bata Ismet, na fol pak për atë që ju keni bërë, për atë që keni hasur, ndoshta pa dashje, është dash ndonjëherë të këndoni diçka që ka qenë e vështirë për ju. A ju ka ndodhur ndonjëherë? Jo, nuk kom pas asnjë raste. Fal mençurisë, fal respektit që kanë gëzu njerëz ndaj me edhe ndaj atyne, reciprokisht, ja kemi këtu një tjetër me respekt, kështu që nuk kom pas asnjëherë në ato të them. E thatë më herët se tash po komercializohen gjërat, profesionet po fitojnë një kaje tjetër të komercializimit. E dim se gjithmonë Kosova është identifiku me festivale si që ishin aso koha akordet e Kosovës. Ndërka që tash vinë festivale të ndryshme, qoftë për të mirë, qoftë për të keq, ajo dihet se cili e merr atë peshën e vet. Na fol pak për akordet aso kohe. Akordet e Kosovës ka qenë festival unikat atër që është majtë, kom këndu gatën të gjitha akordet e Kosovës, mirë po, me festivalin Gjakova këndan. Me të cilin festival është mburë çdo qytetar i Gjakovës. Jemi mburë edhe ne që jemi leje, jemi rrit edhe kemi kultivu edhe kemi rujt me losin ton të bukur. Tash po shoh se ka marrë frymë kulturat e ne. Ka marrë frymë. Mirë po, vitet 81, 2, 3, 4, 5, 6, ato kanë më ngel vetëm në kujtes ku të shohin kur t'ju biju në televizion disa inqezime që i kam dhare. E ju i keni disa prej atyne. E pse thonin kujtes? Ku është? Kanë me metën kujtes se mo asaj organizimi vështirë është të bëhet në qytetin e Gjakovës. A nga fakti se prodhoheshin vlera, apo është diçka tjetër? Fakti se prodhoheshin vlera edhe u dihte, u çmonte vlera. Plus asajne, atër ishte shoqënia e cila merrte donacionin prej kuvend komunës, cila shoqëni muzikore me gjithë se janë të pakta edhe sot që funksionojnë në qytet Gjakovës, ose teatri kombëtar i dytë i joni, ose teatri amator, më tregoni cili prej këtyre sot merr donacion prej kuvendit? Asnjë. E domethënë
që krahasimi mos më shku ma gjatë më fol, i asajnë me këte. Ne atëre kemi pas, se cili prej antarëve të barëm kurgjo, e kemi pas ka një qaj e në mrame kër kemi pas provat. Se për çdo të premte të shtune, ne kemi majtë, edhe pse nuk kom pas koncerte, ne kemi qenë gjithmonë së bashkut, por mos me hup kontinuitetin e punës tonë, mos me hup aktivitetin, na kemi najtë dhe kemi bo prova. Satisfakcion edhe merita jona ma madhja, edhe shpërbimi jonë ma madhe u konë me pika një qaj. Mirë po, kënaqësia ma madhe u konë që ne u të boshim së bashkut. Sillim një foto tjetër. Këtu, zonja Eldita është qyteti i 1000 dritarëve i 999 shkallëve, qyteti i Beratit. Në vitin 1979, ka funi i tetorit të 79-shit, shoqënia muzikore Hajdardushi uftua zyrtarisht nga Shtëpia Kulturës Aleksandër Mojsiu e Durrësit. Këtu është tubimi i të gjithë amatorëve të shoqërisë muzikore Hajdardushi, me disa procesa. Këtu po më bën përshtypje pak i ndjeri doktor Nizet Kërziu, i cili ka qenë doktori i ekipit ton. Kemi pas edhe emra tjerë, kemi pas të ndjerin Metush Grezden, i cili edhe Afrim Devën. Afrim Deva ishte atër sekretar partije, Metush Grezda përfaqësues e luftëtarëve. Kemi shëtit prej Durrësit në Tiranë, prej Tiranës kemi shku në Vlorë, jemi këthy në Shkodër, në Berat këtu si po shifni, në Elbasan, edhe deri në Kukës. Në Kukës ka qenë ajo që nuk mohat në men, edhe nuk harrohet kur për ishtë në shkajnë gjallë, kush ka me gjallë. Pse? Pritja edhe përqedja, nuk ka pas vena për me hy në salën e koncertit ku ka majtë Hajdardushi, ka nërë dhe jënë konsultu me ne si udhëhesat e grupit, a ka mundësi me lidh tekniken prej salës me autoparlanta se kemi afër 12.000 për jashtë. Dijet sa Gjakovari sa kështu ne, për jashtë që nuk ka mundësi me bo. I kemi leju, i kemi thonë urdhënoni, edhe mërni me men 2 orë programi i shoqërisë muzikore Hajdardushi është ndizgju prej krejt opinionit, e ma shumë të se dijet se Kuksi ka qenë i përban për gati 80% qytetarëve Gjakovar. Kjo është diçka pa përshkrueshme. Si e gjin, vazhdoni ta ruanit në kontinuitet bashkëpunimin me këngëtarët e Shqipërisë, nga shëtitjet që thonin nga veriu në jug, me siguri se keni lidhë dhe raporte dhe marrëdhënie të mira me ta? Jo vetëm se kam raporte dhe marrëdhënie të mira, po aq kanë respekt ata ndaj meje, sa që unë nuk di se si do t'ju kthej. Nuk di si do t'ju kthej, po inshallah ju kthej me këngë e gjithmonë me gëzime. E do ta ilustroj me një gjë. Në vitin 2007, Unioni Artistik i Kombit Shqiptar Meseli në Shkodër e më dekoroi me titull nderi Krenaria Kombit Shqiptar me motivacion për kultivimin, rujtjen e melosit të bukur popullor shqiptar për interpretimin në mënyrë të shkëlqyer të këngës së vjetër qytetare. Kurse dhe vetë Shkodra kultivon mirë këngën qytetare. Shkodra Gjakova dhe njihet me këtë. Shkodra Gjakova jemi një. Kështu që ta shkovat e fundit më ka lajmëru kryetari i shoqatës së artistëve të Shkodrës, Bruno Shlaku, një artist i madh shqiptar. E më pa të lajmëru që në shkurt e më kanë nominu për çmimin e karrierës. Mirë po, për fat të keq, koha ishte shumë e keqe, përmbytjet ishin shumë të mëdha. Nuk mund atë shkoj. Shkoj shkurt e Pezha me një grup tjetër, edhe unë e autorizova zonën shkurtë. Nëse e mipet atnat çmimi, në emër timin dile merre. Po atnat ajo ka dalë ka falendëru publikun, edhe ka tregu që nuk ka mujt për arsyna objektive. Kuptohet. Mirë po, ka fundi i prillit, fillim të muajit do të organizohet një koncert madhështor, në të cilin do të marr pjesë unë edhe nominumja artistja e popullit Drane Gjaja, artiste e Shkodrës. Domethënë unë dhe ajo jemi të nominum për çmimin e karrierës. Shkodrës edhe Tiranës e bjen man. Po mos e vet për Ministrinë e Kulturës, çatë mos e bën pyetje. Mirë, kalojmë te foto tjetër, do të flasim sonte vetëm kujtime të mira.
Këtu është pritja e vitit të ri në qytetin e Gjakovës, ku i ndjeri Basa Fadel Hoxha, unë aty, Hadi Shehu, artisti jonë i madh, këtu Sevidin Bakali, kryetari i komunës, i ndjeri Nazim Pula, drejtor i Pallatit të Kulturës, Nagib Bityqi dhe Naima Bazaga, dy fisharmonikistat e shoqërisë muzikore Dardushi. Këtu kemi dal edhe na është lut, tha Ismet, tha do ta këndojmë një këngë së bashku, tash bën. Edhe filloi dal nga dal, po vjen behari. Këtu jemi tok mua të këngë. Si pritej viti i ri aso kohe? Cilat viti i ri aso kohe. Cilat janë momente? Sa më thonë viti i ri aso kohe si ka qenë. Nata e parë e dytë, se natën e parë vazhdimisht e kemi prit. Po. Po nata e dytë ka qenë edhe më madhështore, se atër vishin edhe njerëz që s'kishin mujt më marrë pjesë në natën e parë. Ajo është e papërshrueshme. Atë mundesh veç me vetë ata njerëz që kanë punu në Hotel Pashtriku në atëhershëm, edhe një jaran temin që kam jaran dibën e Rasit, ai i kujton këto gjëra, thot ku çfarë kemi hek atëherë, s'mushëm mirë segu njerëzve thëshëm valla s'ka bileta. O do kemi pas një hotel të kemi me 1.000-1.500 vena. Interesimi ishte shumë i madh. Interesimi ka qenë shumë i madh. Jo vetëm qytetarëve të Gjakovës. Po. Më besoni kemi pas raste për vitin e ri që është organizuar në shtetin e Gjakovës me ardh prej viseve të Maqedonisë, Dibrës, Tetovës, Gostivarit, Knene prej Ulqinit, se mos flas për Prishtinë, Peje, Prizren, kështu ne ka qenë disha mastore ka qenë. Shka nuk mundet më marrë me menda si sohet. Nuk mundet më marrë. Po, kalojmë te foto tjetër. Këtu shifet rendet e Gjakovës. Na fol pak më shumë për rendet e Gjakovës. Ishte fjala, nuk e di a ke përcjell misionin Vala Malasho. Po. Kom qenë pra, prom një javë kom qenë. Edhe ai pak më provokonë më dente fliste për sofrën, jo sofra për joni, jo sofra gjakovare. I thash mos mendon kur një sofrë në Kosovë që është përpara sofrës gjakovare. Edhe me argumente, kur i ki argumentet përpara, mundesh me bind se je më i fuqishëm. Edhe më thon, ka dalë se ka ne, pritu pakës. Këtu është viti 1987. Në vërtet 88, sofra e tretë që është tru, po të kënduarit rreth sofrës. Nuk i kemi thonë sofrë gjakovare, asnjëherë. Të kënduarit rreth sofrës. Pse është bërë improvizimi aty në renave që u mashën para 100 sa viteve në Gjakovë, e unë me shoqërinë Hajdardushi, me grupin më eminent, i vum vetit detyrë me pse familje vogël thënë të Ismet, çto kom kisha kom shumë në këto blenë, këto janë vjersha. I kom pas premtu, nëse jam gjallësh tash me shoqërinë Hajdardushi, çto vjersha tuaja çaki, unë kam me bëj çto xhirimet, edhe me lën pasazheve ton melodikisht, edhe tekstin, edhe melodinë e këngës. Kështu që janë për mi 5 apo 6 projekte, video projekte, ku janë afër 350 këngë të xhirume, me çet grup që po shef këtu. Cilat janë ato momente të bukura që sjellnin këto takimet përbashkëta? Krahas asaj që këndoja, diskutoi për diçka tjetër, për halle, për probleme, për dëshira, për emocione. A sjellte kjo mbrëmje sepse gjithmonë mbrëmjet sjellin diçka ndryshe prej ditës. Në këto bime, në këto projekte, këtu nuk ka pas asaj. Megjithëse kem pas mysafir prej jashtëmi, mirë po, ajo ka qenë karakteristike 73-74, kur në ato renat, në ato nejat, e pa të bo i ndjeri marrën qena, një projekt, edhe dhe tha Ismet ma i Dardushin, se atër radio televizioni Prishtinës atërshme nuk është paramenum pa pjesëmarrjen e shoqërisë muzikore Hajdardushi. Dihet. Gjithë publiku kosovar, gjithë shqiptar e ka prit kur del Hajdardushi natën e vitit të ri. Edhe e boni një video projekt me ne së bashkut, e aty kem pas këngë shqiptare, këngë folklorike, me Shemhasin, një rapsod i njohur, që ka qenë dhe antar e Hajdardushit, e kem pas edhe humoristin e të gjitha korave ma të njohur, Shevqet Kosin, humoristin ton Baçanqet, e në ato naja, aty është kënu, po aty edhe është bo humori, ka dalë në i batut interesante. Batuta, parodi, kështu, në ato kona po. A këtu kemi kultivu vetëm këngën e bukur popullore qytetare. Ato parodit, a janë të freskëta në memorien tënde? Janë freskëta, qëtë kosi ato i ka thonë ndjerë, me ti pa shpirti,
ai i qitë jashtëzakonisht, edhe janë ishte me bo bukur humor popullor. Mandej i qitë edhe disa figura kështu bukur në loj. Po, gjithsesi. Mirë po, aftësitë e tine, unë besoj që nuk kam i pas asnjëri pas asaj tij. Ti je këngëtar, me siguri është një profesion i mirë, një dhunti e Zotit, një diçka që i bën të kënaqen edhe të tjerët. A ka dalë ndonjëherë pasion tjetër tek Hajdardushi, përpos që të merren me këngën? A ka pas ndonjë prej tyre që ka pas ndonjë pasion tjetër? Kam pas njerëz që këta janë disa janë profesionistë të muzikës, a shumica kanë qenë zëjtar, punëtor, që për shembull ke rastin Savet Murtazaja ti me def, ai ka qenë rrobaqeps. Ylvi Kuka me gitare, ai ka qenë kontabilist. Kështu që profesione të ndryshme, mirë po një numër i madh kemi qenë njerëz të cilët kemi kultivu këngën popullore. Njerëz të kemi kultivu. Kalojmë te foto tjetër. Këtu Eldita janë tre kolosat e këngës qytetare, gjakovare, gjithë shqiptare. Qëta tre kolosa, Qamili Vogël i ndjerin mes, Mazdëmyzini dhe unë, ne jo vetëm Gjakovës, po e gjithë Kosovës, e gjithë Shqiptarisë, anë mban, kudo që janë, i kemi dhonë frim, i kemi dhonë gëzime, qasa gëzimi, i kemi mbajt njerëz, edhe atëherë kur kanë pas mërzinat më të ndaja, me këngën e cilën e tre kolosave, e kanë shu dhimbjen, e kanë shu mërzin, edhe kanë gjetë raste kur me e emocionu. Po të drejtën kom bashkëpunu, sidomos ka qenë vitin 1984, kur me të ndjerin Qamilin e Vogël kishte ardhur enkas prej Prishtinës në Gjakovë dhe më lutet të Desmet, thotë kam dëshirë me shoqërinë e Hajdardushit me bo një audio kaset, edhe me incizu në jugatën të Zagrebit. I thom Qamil, unë, Niazi Nikoliqi Ndjer, Zen Eldori, edhe grupi e shoqërisë muzikore, kemi me të ndajt mrapa si të ushti, atë këngë, atë melodi, atë përcjellje që ashtu ka më bo. Ka qenë audio kaseta e titullume Kah pranvera. Ndër audio kasetat që mujta quj lirisht Remekdelo e këngës shqipe popullore, këngës popullore shqipe. Bata Ismet, shumë mirë po kalojmë prej epokës në epokë, prej momenteve të mira, e në ato akoma më të mira, të shofim se çfarë na sjell një foto tjetër e radhës. Një takim tjetër me siguri miksor. Një takim me një zonjë të madhe, me një emën të madh, Anita Take. Kishte ardhur në Gjakovë, edhe ishte mysafire në një restoran Afofini, të Vdezë Tregja. Edhe unë dëgjova që është mysafire, edhe atë natë unë me bashkëshortën, me motrat e shoqës sime, thash me atë jaranin tam me divën e rrasë me shoqën e tine, shkum edhe ndëgjum, edhe ajo më lutë mandene, a bon t'i këndojmë një 2-3 dojet e bashkë, i këndum. Masi marum tha, e shifni tha publiku dashër, nuk on pyetje mosha, tha është në pyetje shpirti dhe zemra e këngëtarit që nuk plakën kur, edhe janë gjithmonë aktual, edhe vokali i im edhe këtine u përputhen pa u pa kur mjetë për herë të parë. Bata Ismet, vërtet momentet mira, po qoftë mitësie, qoftë profesioni, ju vazhdimisht në atë kontaktet e juaja e keni atë batutën që e përdorni kaq vite, nuk i përmendi vitet që i keni. Neve, asësi, mirë po, ato thotë se shpirti juaj këndon gjithmonë, momentet të ndryshme, apo ndodh ndonjëherë që t'jeni edhe ju një Ismet tjetër. Jo gjithmonë ai gazmor, jo gjithmonë ai kreativi. Ti e din shumë mirë se e Gjakovare, çfarë tragjedina kom pas unë, për 10 ditë kom hub të ndjerin babën tim dhe vllahun tim të madhin. Për 10 ditë, mirë pra mu më shduhet, afet me mendu, me vazhdu jetën, se këta tjerë të lypin me pas shmetën në gjallë. Kështu që mandej e dini rastin tim të smundjes. Vullneti për jetë, vullneti për muzikë. Edhe gjithmonë ajo korrektësia, ajo dëshira e madhe që mos të ndahem prej popullit tim. Në atë mënyrë, unë kom vazhdu jetën, edhe sot e kësaj dite jam ende në trend, edhe jam ende i kërkum. Edhe ne me kënaqësi kalojmë të foto tjetër. I ndjeri
kryetari Ibrahim Rugova, kur erdhi në Gjakov në promovimin e tij për lidhjen demokratike të Kosovës, kishte shpreh dëshirën që atë ditë të promovimit, ka qenë ditë Ramazani, kam dëshirë me pas prezent këngëtarin Ismet Peja, veteranin, edhe Adelina Ismailin. Me kënaqësi kam shku, edhe këtu shifëm duke ja dorëzuar një CD me këngët, edhe kështu e kom thonë. Zotë kryetar, këtu e keni përmbledhje të këngëve popullore që prej themelimit, fillimit të mitingut të poezisë së parë në Gjakov që ke marrë pjesë, e deri këtë kohë kur janë ato këngë që ke dashur edhe ke dëshuar gjithmonë. Ka qenë shumë adhurues imi, ka qenë shumë adhurues i këngëve të mia, edhe jam shumë krenar që kom pas arsën me ia dorëzu. Po. Për së gjalli. Të Ismet sillim edhe një foto tjetër. Shkojmë me radhë. Gzim Kruja, humoristi i njohur Shkodran. Gzim Kruja, kur ne tash po ta tregoj një batutë i Barsolet Gzim Krujes. Në 2007 unë e mora dekoratën e Unionit Artistik Kombit Shqiptar, edhe Gzim Kruja, edhe një artist tjetër. Kur erdhi Gzimi të unë e tha, o Ismet Peja, tha këto dekorata, këto letra, lek. Don të legin shumë. Tash, o Gzim, tash ka njëherë leku nuk ka fare vlerë, sa janë këto vlerat tona që në njeh publiku. Ky ka qenë një humorist, edhe këto jam me te në muajin mars të vitit 1996, në vërtet edhe hoteli është thirr Hotel Marsi në Prishtinë. Po. Ku ishte edhe Vjoca Luka me orkestrën e saj, kemi kalu qaset bukura. Po të Ismet, pjesëmarrja juaj në për aktivitetet të ndryshme kulturore, i përmendet edhe shpërblimet, dekoratat, çmimet, gjitha ato pjesë e karrierës suaj të bujshme. A konsideroni se gjithmonë keni marrë atë të merituarën, si Ismet kuptohet, por si shoqëri në përgjithësi? Kam shumë dekorata. Po. Kam shumë mirënjohje, bara mi thash shoqës, thash më leni ato, thash mi mbajt këto, mi aquel ditës edhe të vësyrit atje, thash duhet një kufer. Gjithsesi. Edhe neve jemi ndjeni për çmimet e juaja që keni marrë. E di me siguri që jo vetëm ju, po gjithë opinioni është kurioz me ditë ato, kam shumë. Mirë po, të gjitha ato duke falendëruar popullin tim, unë e konsideroj se kam merituar edhe kam vlerë, se kam kontribuar për popullin tim, jo vetëm gjakovar kosovar, po për gjithë shqiptarët. Kështu që nuk është e kotë që thu se Shqipëria ju don, Shkodra ju don, Elbasani ju don. Kam pas oferta, kemi oferta ala me marrë pjesë në për këto gazmene. Që ky koncerte për shembull që vetëm për Çaminin e vogël. Ky do të mahet edhe në të ardhmen, do të jetë edhe në Tiranë, Pallatin e Kongreseve, edhe në Shkup do të mahet çaj koncert me ata këngëtar, edhe së shpejti ka me dalë CD-ja me ato këngë që është gjeruat në atë. Kur jemi te promovimet e vlerave, si kolos i muzikës shqiptare, si kultivues i mirë i muzikës gjakovare, na interesonte, radio dhe televizionet tona kudo që janë, a promovojnë vlera, apo nga njerë promovojnë edhe lidhje? Ka edhe asi. Mirë po, gjithmonë kam pas dëshirë edhe ju kam rekomandu. Sa i kanë marrë, dije se kam folë për të mirë, për të gjithë gjitha. Të ruajmë vlerat tona, qëre kalojnë dhe antivlerat. Duhet, se malpathi nuk ka, ha? Edhe të mira patësia nuk ka. Pak të tipet hapësira. Të lutëm, mirë po, në të reduktohet pak ajo hapësirë e antivlerave. Kemi shumë, unë jam të jetë krenar, që arrita në moshën time me përjetu kemi afër 20 sa televizione në Kosovë, në Macedoni, në Maltezi, dhe është zote e voshën 100. Mirë po, jo gjithçka. Sjellim një foto tjetër. Bravo. Ky djaloshi në vitin 2002 më ftoi në Amerikë për festën e flamurit. I thash, kjo është Veton Kelmendi, një djalosh, njëri shumë i mirë. I thash, nëse ma bën të mundshme me sjell vegimin dhe visarin me veti, thash se unë 3 herë kom qenë, mu nuk më bën se më intereson. Kisha dëshirë me qu 2 djemë të mi, edhe me pa jetën në Amerikë. Pse rinia jonë, mendon se në Amerikë shkon edhe
veç e hapë gjepin edhe $100 këto. E nuk e din se njerëzit tonë që jënë në Amerikë, në Kanadë, 3 tonë, qëfar pune, sa orë kalojnë duke punu në për ato, zgafela në për ato, i kanë pa djemë të mi, do shokët vetë që i kanë flërën numshën e disa që në për ato, në Kanadë, kështu ne. Kënë apatëtu, edhe kemi kalu për festën e flamurit në vitin 2002, një muj e 10 dit kemi qenë mysafir të këtij djaloshi, i cili restorani i tij në Ideal në New York, në Brooklyn, për çdo mramje ka qenë plot e përplot me vizitorë, gjithë shqiptar. Më shumë ti ka pas Dibran edhe gostivarit. Që kanë mërguar. Interesant se është në New Jersey, është një mahall e cila quhet mahalla e Strugës, Strugan. Ka shumë Dibran edhe Strugan. Kështu që unë e falenderoj nga zemra, edhe nëse me siguri ka me përcjell se kjo është shumë adhurues, jo vetëm i pasqesmet, po të gjitha zhanreve të muzikës, kështu që ka qef është pejon, e që këtu tash të më lidh edhe një gjë që kom pas fatin përpos atë në kollosave tonë, unë kom njoftë edhe këngëtar shumë shquar pejon. Në mesin e tyre kisha pas dëshirë me përmend të ndjerin Hivzi Biçakun, Hivzi Vokshin, i cili për mua ka qenë një njeri me ambitus as lart, sa nuk ka mujt gjithkush me mri. Kështu që unë do ta përshëndes nëpërmes kësaj figure edhe familjen Vokshi, edhe krejt ata adhurues, Zia Tabakën, Shoqë Tabakën, Enver Belegun, Make Sadikin, këngëtar të shquar të shoqërisë përparimit të atërshëm. Ota Ismet, neve filluam bisedën me lagjën Mulla Yusuf, aty ku keni i lindur, jeni rritur krejt. Dhe krejt në fund po përfundoj me pasardhësit tu, ata cilët do t'i lesh pas. Unë të falenderoj shumë që gjete kohë t'jesh me shikuesit e fotorëfimit, t'uroj shëndet mbi të gjitha, edhe të realizosh ato aktivitetet tjera që i ke ditët në vazhdim. Nga zemra gjithat mirat për pjesëmarrjen këtë emision. Flasim për karrierën tënde, me siguri e thatë edhe në fillim se na duhen akoma më shumë kohë, por ndoshta sadopak u munduam t'i kalojmë ato momentet që ju mendoni që kanë qenë më interesante për jetën tuaj. Si do ta përmbyllnit këtë emision? Unë besoj të falenderoj ty një herë s'parit, si moderatore e këtij programi, udhëheqëse. Do të falenderoj edhe ata që janë mbrapa kamerave, që gjithmonë e bajnë barën matronën e kërkohë Superman, vllazën Vullnet dhe Valon Lingjën. Do të uroja udhëheqësinë e TV-syrit, që dëshoja sukses. Besoj që nëpërmes të këtyre fotove, nëpërmes të kësaj bisedës që zhvillum, sadopak i kemi shtin njerëz të që na kanë përcjell, në përcjelljen i kemi shtin me mendum pak as më thon se gjithmonë po më thonë ku gjithë kjo kujtesë jotja, ku gjithë ky numër i datave, i mujve, i viteve. I thash pas Zotit, më paralizoj, po më la mendjen, më la zanin edhe memorin të paprekur. Kështu që i jam falenderues Zotit, i jam falenderues babës tim, i jam falenderues bashkëshortës time që në asnjë moment nuk ka qenë pengesa në rrugtimin tim në përbot, edhe jashtë Kosovës e jashtë në re, edhe mi ka rrit 3 fëmijë, Virgjinën, Vegimin dhe Visarin, me dignitet të një prini të pashoq. Kështu që unë do ta përmbylli këtë, duke ju dëshuar edhe ju sukses, a duke ju dëshuar edhe 2 djemve të mi, edhe çikës, edhe nipit, edhe 3 mesave, edhe mesë sashme, jetë të gjatë të lumtur, inshallah shpesh shifemi në kësi intervista e t'i evokojmë disa kujtime. Faleminderit shumë. Ka ardhur koha kur duhet ta mbyllim këtë emision. Ju faleminderit që na ndoqët. Do takohemi sërish të shtunën e radhës me një tjetër personazh. Natën e mirë dhe vazhdoni të na ndiqni emisionet tona.